Zotri. Jam Dhimoziu. Jam në mandjen e lindur në atë vend, edhe nuk ka përvaki të marri lume shtëpinë time më këtë qeshu. Tani të çfarë bëhet? Pullum Sarilari ka bllokuar këtu, edhe u erdhi lume atje me shtëpi, me 5 dera më kanë ngorë. Pra ju mendoni se bllokimi këtu? Ma kanë ngellur vetëm 2. 2 dera që kanë bajë, i kanë marrë të shtëpi për shkërvatit. Tash kam vetëm me. Jam vetëm. Pse mendoni se u përmbytet? Ha? Pse mendoni se u përmbytet? U përmbytet ajo ura që është tek rruga jonë, është bllokuar, i vuri portparazhin, se kush ka vënë nuk e di. Nga ajo mbytëm dhe ne. Po zotri. Mua më quhet Leonardo. Rritur e banuar këtu në Urba i Gorës e Flikut. Ne jemi mbytur në lumi këtu Sumit. Ne jemi mbytur 5 herë. Mua më janë mbytur baktit brenda në ujë. Shtëpia rrethuar. Ja, ushqimorja edhe në vetë iku. Mielli grure misër që kisha për të vetëm ikën. Unë që do bëj tani, unë jam dhe vetë me i thëmur, me hazë, me stera, qështë e spital, jam dhe me diabet. Që të bëj unë tani? Qeveria që të më bëj mua po su bëj prit atje, mua më mikë prapë, mua ka arro 5 herë ujë në shtëpi dhe sot të vish tani, ka ujë akoma të shtëpia ime. Është liqen. Kush ma heqë ujë më? A i drejtori që e këtu, ta heqë në drejtorin që e asa, ndërmarve të ujë, të venë një cak të venë kërkojnë logari. Qa bëhet kjo këtu? Pse unë të mbytëm unë gjithmonë? Unë të mbytëm gjithmonë, po vjen gjithmonë, po të bje brafësi, unë mbytëm. Tani ajo e zvogluar lumi, ka me pritëm këtu e da me në gjurë. Qa është kjo këtu? Qa do bëjmë neve tani me këta? Bashkia Dimal ka ngritur strukturat përkatëse për të bërë studimin e zonës dhe për të parë gjithë problematikat që ka ndodhur pjesa e përmbytjes. Nuk është thjesht diçka që ka ndodhur për shkak të mos angazhimit të strukturave të bashkisë. Ne kemi qenë gjatë gjithë kohës në teren dhe duke parë qoftë përfaqësues nga bujqësia, qoftë nga urbanistika, qoftë inxhinier nga drejtoria e shërbimeve, ne do shohim gjithë problematikat që kanë bërë kërkesë komuniteti Çifliku dhe Jarzës dhe të gjithë fshatrat që në fakt janë pjesë që preken nga pjesa lumore, sepse në fshatrat e tjerë që nuk përfshihen nga kjo zonë nuk është se kemi pas probleme sepse janë bërë ndërhyrjet përkatëse dhe patjetër që do merren konsiderat jo vetëm kërkesat që kanë sjell komuniteti, por do të merret komplet studimi i zonës që kjo fatkeqësi mos të përsëritet më herë tjetër. Nuk do të ketë më që ka sjell X person një kërkesë për të ndërhyrë ky kanal, ka një plan veprimi që do të ndërhyjet nga fillimi i fshatrave deri në fund pa pasur më kërkesa nga komuniteti. Dhe ky nuk është thjesht një premtim, por është një gjë që ne të minimizojmë sa më shumë pjesën e dëmeve të fermerëve. Për çfarë do lloj po, më thuaj. Atëherë unë doja të thosha se di u hap dhe hidrocentrali Banjës. Sa ndikoi kjo në përmbytje përveç kanalit që mendojnë banorët se është i papastruar? U hapën dhe portat e hidrocentralit. E gjithë kjo pjesë e fshatrave të prekura nuk është absolutisht mos ndërhyrje nga strukturave të bashkisë. Është një pjesë që është prekur vetëm nga prurje që ka pasur me intensitet të lartë pjesa lumore. Nuk është se ne nuk kemi marrë masë, ne kemi qenë gatishmëri për ditë me radhë duke u ndruar me turne dhe jo vetëm që mbaroi tetorari zyrtari punës dhe ne kemi kaluar në banesat tona, por absolutisht që për evakuimin e personave, qoftë për të bagëtive, domethënë çdo gjë është parë me prioritet nga ana e strukturave të bashkisë. Faleminderit. Në hyrjet e fshatit tim është një urë, një kalim. Atje ruhet me polici në kohën që del lumi dhe keni vënë një prit. Kam bërë kërkesë, arsye kush e ka bërë, pse e keni bërë, përgjigjja ime është bërë me zënë që kemi urdhër. Nga kush? Që është bërë ky bllokim. Ja një sekond. Për pjesën e urës, domethënë për pjesën e urës që mban ky kanal nuk shërben për të kulluar tokat bujqësore. Ky kanal shërben për të shkarkuar ujërat që mblidhen te kamina. Në momentin që sasia e ujit të kaminës nga shirat ngrihet, ne hapim këtë port për të kulluar ujë në lum. Dhe nuk mund të mbajmë portën hapur në momentin që ngrihet niveli i lumit dhe nëpërmjet këtij kanali përcillen të gjitha ujërat e lumit
dhe mbushim kaminën, se në momentin që mbushet kamina, fillon shpërndarja e ujit në gjithë territorin e fshatit Poshqi. Por, dhe diçka, në momentin që Sa po bën që është vendosur kjo prit? Nuk e di, sepse unë kam 2 Duhet ta vjet dish, jam drejtori i zotëri, sa po shërbimeve. bën? Besoj, domethënë me të pyetur, duhet të jetë vendosur nga viti 2020. Në mos gaboj. 2020 i ka bërë. Pse s'ka qenë më parë? Më përpara ky kanal ka qenë i bllokuar. S'ke informacion të saktë. Sepse ky kanal ka qenë i bllokuar dhe të gjitha ujërat e kaminës qëndronin atje, nuk shkarkoheshin. Por nga ky rasti që ndodhim, që patëm këtë rastin emergjent, u hapën gjitha dokumentat dhe Se dojnë ta bllokojnë atë natë pak, prapë, se kemi filmime për atë, pse do ta bllokonin? Po, Po, më fal pak, tani. U hapën gjitha dokumentat dhe ky kanal nuk shkon deri në kamin, nuk ka lidhje me kanalet e tjera, me kanalin Sipas që pretendoni informacioneve të mia, ju keni mbyllur me kanalin mbrapa. Edhe një herë. Ky kanal shkon deri në kamin, nuk ka lidhje me rrjetin e kanaleve që përhapin në fshatin Pse Poshqi. bllokuat zotëri? Sepse erdhi lumi, në momentin që vjen lumi. Më mbyte mua. Edhe një herë, më fal pak, nuk mund zhbytet një fshat, nuk mund. Jo se na keni vënë një emër 3 shtëpi. Tani, Po verifikojnë që janë 3 shtëpi dakord, mbytet komplet. Janë 3 shtëpi. Më falni sekond. Nuk Mund mund ma të- shpjegosh nuk pak mund na të se unë bëjmë mbytëm debat. më pastaj. Po të patë veçon Mund ti ma debat. shpjegosh pak. Prurjet e mëdhaja nuk shë bën ndonjë vaki, prurjet e Si mëdhaja. në 62 nuk ka bërë makinë 62. Prurja është më e madhe në 62. Keni Ne kemi përmbytur një shenjë- lagje 100 vjeçare. Ne kemi Dhe po shenjë të ndihmoni një 62-shit. Që është bërë kone Janë ndërhyrje demokracisë. njerëzore, ja ta demum pse u përmbytëm ne. Na ndërhyrjet tuaja njerëzore pa kuptim fare. Edhe një herë, të flas pak, unë e di që keni një pretendim tjetër për mbrojtjen lumore që është bërë në Ça, fshatin ça, Çiflik. ça që lum këtu, Por, e keni besi edhe për një ruaj. herë, edhe një Ça herë, që lum edhe këtu. një herë. Shne ty hyjë Edhe të shrati një herë. lumit, kush e di që unë të shrati Edhe një lumit. herë. Tani më dëgjoj pak. Shrati lumit është prona e gjithë Shqipërisë. Okej, po ta sqaroj, leo ta sqaroj. Mbrojtja lumore që është bërë në vitin 2024 është bërë nga bordi i kullimit, nuk është bërë nga bashkia, është autoriteti që bën mbrojtjet. Ne, me këtë rast, pam defektet që kishte dhe kemi bërë shkresë institutit ndërtimit për të na bërë vlerësuar situatën, më kupton, sepse ne nuk jemi kompetent për atë investim që është bërë. Më kupton, ne thjesht kemi bërë një shkresë institutit dhe po presim vlerësimin atyre. Me të ardhur Tek ai vlerësimi bllokimi që atyre. keni bërë çfarë do Me të bëhet? ardhur vlerësimi Te bllokimi që edhe keni te përgjigje. bllokimi kemi bërë bordit kullimit vin ta vlerësojnë edhe bllokimi që ka Që është qenë bërë dhe që ka qenë dhe tani është hapur. Nuk u mbytën për herë të katër, nuk u mbytën. E Unë keni jam studio, inxhinier hidro, çfarë? po unë jam inxhinier topograf, jam drejtori Topograf, shërbimit. akoma më Po, mirë. pra. E keni Unë- unë verifikuar e kam- dhe e keni parë përse ndodh Po, për unë e mbytje kam- sepse edhe ne kemi 30 vjet në këtë zanat, ajo zona aty nuk është është përmbytur përmbytur. ndonjëherë. Lagje mbi 100 Që kur vjeçare. filloi, më fal, që kur filloi, që u bën ndërtimi shumë mirë u bë që u bë kjo rruga, aty ka filluar problematika. Atëherë ju po e studioni si zonë, të duam një përgjigje. Edhe një herë, nuk vjen problematika nga një kanal sepse nuk mund Jo të mbytet kanal, gjithë kanali, jo po, kanal. Si koordinator për drejtën e informimit, kam një thirrje për gjithë komunitetin e Çiflikut dhe të Arzës që qëndroni në banesa tuaj sepse grupet e inspektimit janë në teren. Jeni realist në dëmin që ju është shkaktuar sepse rritja fiktive ndikon që mos përfitojnë ose ajo që vërtet ka ndodhur mos shkojë atje ku ka meritor të marrë çdo njeri të kompensohet për atë dëm që ka bërë qoftë në banesë, qoftë në tokë bujësore, qoftë në sera apo çfarë do lloj prodhimi tjetër bujësor. Ministri ka qenë deri vonë me titullarin e bashkisë në fshatrat Sheqgajt, Banaj, në zonat që janë të prekura, ku ka bërë të qartë që skema për pjesën e granteve të përfitimit për subvencionimin e dëmeve është gati, po pritet vetëm vlerësimi që do të bëhet nga struktura përkatëse dhe patjetër dhe shpresojmë që të shpërbleni sa më shpejt, jo se kjo do ju mbylli komplet atë dëm që ju është Plaga shkaktuar. jo nuk mbytet me për këtë vit. Sa ka plaga jo ka marruar. Prandaj po e them që kjo nuk është diçka që kjo situatë mbyllet në të formë. Kjo nxjerr edhe vë në lëvizje të gjitha strukturat që në rast se ajo që ju e thatë është vërtet që duhet të qëndrojë ashtu siç e tha dhe inxhinier, siç ne nuk kemi që të shkaktojmë dëm të dikush edhe të hapim të Ndodhi dikush kjo, tjetër. Ne kjo Do shikojmë Ndryrë që të njerëzore e gjithë- deri shiko shtetin e të Do mbytesh. shikojmë, Do ta shikojmë Kjo që të këtu gjitha te bashkia jon problematikat dhe thash që çdo gjë do merret sipas një plan veprimi që do bëhet nga strukturat përkatëse. Qëndroni në banesa që ne të marrim sa më shpejt
pjesën e vlerësimit të dëmit që ta dërgojmë dhe ne në strukturat përkatëse. Faleminderit. Pse jeni mbledhur sot e bashkia? Jemi mbledhur për arsye me fakt që për përmbytjen e lumit i bëjnë thirrje pushtetit vendor, qeverisë vendor, për arsye me fjalë që janë bllokuar kanale, kanalizime nuk ka. As pastrime, as gjë për gjë. Kryesore është ngushtimi i lumit me fjalë në pjesën që është i përcaktuar me fjalë në Salillari, të hapet me fjalë urgjentisht, të hapet një kanal tjetër i lumit, që është një pjesë e pyllit me fjalë, të hapet kanal që të pak të ndihmojë me fjalë zhblokimin e ngushticës që është bërë këtuja. Edhe urgjentisht të bëhen pastrimet e kanaleve, se s'janë bërë asnjëherë këtu 20 vjet. Edhe paguajmë taksat i paguajmë. Kanale, gjelbërime, ndriçim, që s'kemi ndriçim fare, gjelbërim po s'kemi, ndriçim kemi po ata, gjelbërimin e kemi për ferrat, se hamna i mena ferrat paktën. Po paktën të bëjmë punë, të verin dorë. As kanalizime as gjë. Sa herë jeni përmbytur? Unë jam përmbytur 3 herë. Po dëmet? Fshati Çiflik. Dëmet janë kolosale, të mbjella me fjalë serat, kam 3 dylym sera, të përmbytura të tëra, edhe këto kërkojmë me fjalë. Paktën bëj kanalizimet, janë në tjetër anë të këtij, bëj dhe çepin e lumit tuja. Të hapin, t'japi rrugëzidhje. Pse jeni mbledhur sot e bashkia? Ne sot jemi mbledhur, kërkojmë që të hapet një rrugdalje e ujit, sepse është e bllokuar dhe ajo ne na përmbyt. Këtë kërkojmë sot nga bashkia Dimal që na ndihmojnë me hapjen e asaj ure atje e ka hapjen e kanalit, edhe kanalit bashkë, edhe të lumit, se na kanë bllokuar edhe lumin. Lumi është bërë për Pse çojnë te kanali atje? Lumi do ta. Për çfarë jeni mbledhur sot? Gjopë se erdhë. 3 herë u mbytur. Partije. Erdhi lumi më i madh. U hap kanali, nuk u mbyt Çifliku. Të verifikohet. Qofse nuk qëndron që ai them unë, pastaj qeveria të marrin masa. Po e shtur. Çfarë kërkoni nga bashkia? E gjuna domethënë për një top kanal atje, kanalet hapen, këta veni mbyllin. Po them 3 herë u mbytur. Çfarë kërkoni nga bashkia? Nuk u mbyll ajo, nuk u mbyll Çifliku. Kaq. Çfarë kërkoni nga bashkia? Bashkia mos të bllokojë me kanalin. Po të shikosh të vesh pak pas 200 metrë më duhet e kam bllokuar. Rotonda që bashkon Kuçovën, urën vajgurore, Beratin, është bllokuar shtrati i lumit. Ajo është gjithë pengesa që bllokohet. Dhe rrit niveli i ujit. Kjo është e para, më kryesorja. Kurse për lagjen time, aty ku banoj unë, na kanë bërë një prit në një X vend caktuar që kanë ardhur media para 2 ditësh. Dhe na ka bllokuar rrjedhën e kanalit. Dhe ruhet me polici bashkiake për të na përmbytur ne me qëllimisht. Pra ju mendoni se ky bllokim ju ka përmbytur? Lagjen time po, jam 100% i sigurt. Ma kush lagje jetë? Nga Ilias. Çfarë kërkoni nga bashkia? Ai kanal të vjen në origjinën e vet. Dhe të vazhdoj pastrimet rregullisht siç kanë qenë vitën përpara. Nuk ka ekzistuar, ai bllokim që ka bërë bashkia nuk ka ekzistuar. Dhe kam kërkuar që kush e ka dhënë këtë urdhër, asnjëri si e përgjigje. Ju lutem. Faleminderit. Sot te Ne jemi bashkia. përmbytur 4 herë, vizoj. Edhe kemi pas një agjiraturë dhe është prishur nga familjarët, nga individit. Dhe kjo duhet bërë, po su bërë kjo në mytimi prapë sot. Jo kanali, jo stër kanali. Bërë këto, agjiratura, naf, lumi, deri në banaj. Mbrohet fshati. Jeni përmbytur 3 herë? 4 herë, jo 3 herë. 3 herë brenda 2 muaj. Brenda 1 muaje. Çfarë dëmesh janë Deme, shkaktuar? sera, shtëpia, pula, viç, lop, çka kishim shtëpi, janë zgrur, tërat përmbytura në ujë. Çfarë kërkoni sot nga bashkia? Kërkojnë mbrojtje me. Sa mbrojnë. Bashkia, paguajnë taksat. Ne me ato ushim, ne sillim punë shteti që marrim rrogë dhe hajde rrim lokal të ditën. Paguajnë të mbrojnë, të bëjë agjiraturë. Banorët e fshatit ardhën, Pse jeni mbledhur sot? jemi mbledhur për një agjiraturë. Sepse përmbytemi nga lumi, se fshati jonë vetëm një agjiraturë e mbrojnë. Agjiraturë dhe është. Një agjiraturë me dhe që do ta bëjë bashkia, sepse agjiratura në kone në veri ka qenë dhe ne nuk mbytëm. Ne kërkojmë pra njëjtën agjiraturë.
që të mbrohet komplet fshati edhe të hapet ku është vend lumi. Bllokimet e lumit të hapen. Kjo është arsyeja që jeni përmbyt? Po. Arsyeja është kjo është arsyeja. Agjenatura dhe bllokimi të lumit. Jo me të jo, sepse ato janë gjëra që bën qeveria madhe. Bashkia ka kanale. Atje të pagojnë anketa. Këtë që keni juve. Po, pagojnë taksën e taksën ka paguar. Ti s'u mbyllon mbytyt. Pagojnë taksën. Yine çadok tutuyor, bak mali me meşkel. Ja, ma jo me gjelma, jo, burro. Shiko dëmin e dhjetorit, 4 dyllin trangull, në prollim, 1700 lekile në shumicë, erdhën e verifikuan asgjë. Ne na janë bërë deme, mo me është bërë deme, gjinë nëntor. Bir do besh.